€110 që i marrin për ushqim tash e 5 vjet, kam frikë se do ndalen. Tani kur kontrata rreth 11 milionëshe për rifunksionalizimin e menzës dhe përgatitjen e ushqimit për punëtorët e Kekut është drejt finalizimit, punëtorët janë alarmuar se më nuk do t'i marrin €5 shtesë në ditë për shujt ushqimore. Në qoftë se kjo vendoset në letër, nga muaji kur funksionalizohet menza, pagat e tyre zvoglohen për të paktën €110. Për ta parandaluar një situatë të tillë, sindikata e re e Kekut u mobilizua dhe më 21 shkurt të 2025-s mori vendim me të cilin e kundërshton daljen e mjeteve për shujta ushqimore për punëtorët. Në këtë vendim thuhet se sindikata nuk do të lejojë që paratë e punëtorëve t'u jepen operatorëve ekonomik. Sindikata kërkon që punëtorët të mos detyrohen të ushqehen në menza dhe t'ju ndalen mjetet financiare pa pëlqimin e tyre. E në qoftë se ky sistem imponohet dhe kërkesat e tyre nuk merren parasysh, sindikata paralajmëron se do të organizojë protestë dhe punëtorët do e bojkotojnë ushqimin në menzë. Sindikata këmbgul që paratë e punëtorëve nuk mund të transferohen pa vullnetin e tyre te operatorët ekonomik. Vendimi i sindikatës gjeti përkrahjen e punëtorëve të cilët thonë se nuk janë sklever dhe se ata vendosin vetë për veten e tyre e jo menaxhmenti, të cilin e akuzojnë për vjedhje. Një drejtë çdo punëtori, kush nuk mundet me më detyru. Unë ha çka dua vetë dhe ushqimi i detyruar më sa kam dëgjuar është në burgje, po ne nuk jemi në burgje dhe nuk jemi sklavë. Nuk jemi të burgosur, nuk është koha e Enver Hoxhës. Hajnia shiqari kur qysh bën mu pranu. Respekt kryetar, se këta me zor nuk mujnë me na shtime hangër buk neve. Nuk është sistemi Miloševićit, i ka dek nona tralltarëve e shpionave, boll na kanë shkel. Qëndroni të fortë ndaj hajnave. Përshëndetje. Pse se bën një lloj shtese për punëtor? Pse mi nal në pagë edhe ashtu pagat janë tulta? Paret tona let na mbesin neve, këta nëse e kanë ndonjë të vetin, le ta lejojnë me hap menza, nëse ne na konvenon çmimi e kualiteti, shkojmë marrim ushqim aty, nëse jo, marrim ku të duam. Respekt kryetar, jemi me ty në të gjitha betejat. S'ka nevojë me na imponu, kush han let pagun. Operatori nëse punon i josh vetëm punëtorët. Përndryshe tek punëtorët let jetë paraja, ta menaxhojnë ku të dojnë vetë. Sipas sindikatës, me vendimin e tyre pajtohen rreth 98% e punëtorëve të Kekut. Ne kemi bërë edhe një sondazh gjatë kësaj kohe në punëtorë, ku kanë deklaruar 98% të tyre që janë pro mendimit ton, pra me zgjedhur punëtorët se ku do të ushqehet në menza apo nga shtëpia. A e kanë plotësuar të gjithë punëtorët atë sondazh? Në atë sondazh në atë plotësor janë përgjigj diku rreth 20% punëtorëve, se nuk e kemi bërë në të gjithë punëtorët, dhe 20% ka dalë, domethënë sondazhi që 2% është për mencë, 98% është për ta zgjedhur vetë ushqimin se ku dëshiron. Në qoftë se menaxhmenti i Kekut u ndal shtesat për ushqim punëtorëve, sipas sindikatës, kjo do të ishte favorizim për kompaninë që e fiton tenderin. Punëtorëve të Kekut nuk duhet të ndalet shujtja e ushqimit për t'i dhënë në operatorët ekonomik, për arsye se ne kemi pas një përvojë të keqe në këtë aspekt, dhe në rast se jepet ashtu ju hiqet shujtja e ushqimit punëtorëve dhe jepet operatorët ekonomik, është favorizim për operatorin ekonomik. Në anën tjetër, për xhepat tonë duhet vendosim ne vetë e jo zyra e prokurimit publik. E dikush dyshon se në këtë rast ka konflikt interesi. Sipas kryetarit të shoqatës së divizionit të Çmyrit, punëtorët janë kundër i funksionalizimit të menzës, pasi që gjatë kohës se janë ushqyer aty, thotë se helmimet kanë qenë të përditshme. Të pas parasysh kushtet që punojmë na, çish ushqehemi na, një përvojë të keqe që kemi pas me operatorët tjerë, ku çdo ditë kemi pas helmime nga këto kuzhina që janë kuadër të Kekut ndërtume, që pas një standard thirret një operator ekonomik dhe të jepet një tender dhe ato mjetet janë nalin punëtorëve, neve si shoqatë sindikale dhe si sindikate e re Kekut, kjo është e papranueshme, edhe në asnjë formë nuk do të pranojmë që këto mjetet punëtorëve të jepet një operatori privat, se ne po dyshojmë që këtu ka dhe konflikt interesi. Çfarë konflikti interesi? Pse? Pa e mja nërë punëtorit 110 euro mesatarisht mujtë,
edhe mja dhonë një operatorit privat, kjo me vetë faktit len me kuptu që diçka nuk është në rregull. Jashari konsideron se kjo është një vjedhje e punëtorëve nga ana e menaxhmentit. Pa sigurisht po përfitojnë operatorët ekonomik, kush që humbin punëtorët. Kjo për neve është e papranueshme. Me njerëzit tonë, me parët tona, me na i marrë neve me anë dikuj tjetër. Kjo është s'podish me anë, kjo është një lloj hajnie me një farforme, dyshim për hajni. Ose edhe këtu pak pare që ka punëtorë me ja marrë, një ditë kanë mjau zbritë këtu poka që i kanë, edhe kjo ma mirë na me lëshu krejt kekun. Për të është e papranueshme që t'u hiqen 110 apo 120 euro nga paga e cila u është rritur rishtazi për 50 euro pas shumë grevave e protestave. Kjo tregon ta kemi rrit pagën sa vërsyë faqe se për t'i marrën prapë. Që na e kuptojmë këto. Prandaj ai apelon menaxhmentin që ta anulojnë këtë tender dhe punëtorëve të mos u hiqet e drejta për të vendosur vetë për ushqyerjen e tyre. Ushqyerja me imponim në mens po kundërshtohet edhe nga punëtorët e termocentralit Kosova B. Këto pse punëtorët refuzojnë ushqimin me operatorë tjerë, kanë frikë sikur që na kanë do për para, që nuk i na do të kënaqshëm kur fare. Ushqim ma dop nuk ka pasis. Nuk është mirë me ja imponu punëtorët me shku me hongër bukë, pa i letë hanë ku dënë, a merë për shpija, qysha, teka. Nëse e bon ai mirë, ata punëtorë vetë shkojnë. Nëse e bon mirë, unë e vetë shkojnë. Po e kemi me kartel, edhe nëse shkon ti atëherë me tinal. A nëse shkon ti me tinal mjetët, nuk është e pranueshme, edhe më me tonë dire është Kosovë be asë një punëtor nuk e pranon këtë zgjidhje kështu. Muharrem Gashi, i cili punon si inxhinier në KEK, tash e 43 vjet, thotë se rastet e helmimit në KEK, të cilat në të kaluarën kanë qenë të përditshme, i bëjnë punëtorët ta kundërshtojnë këtë opsion të ushqyerjes. Ka pas rastet helmimit, ka pas rastet që këtu e gërdit nuk e mujt me morë bukë shpe. Zdi që me thonë, të shkretë që përnëshin nuk ishin shampone detergjent për pastrimin e anëve. Vendimi për ndalimin e shtesave për ushqim do të ndikojë në xhepin e gjithë secilit punëtor, e sidomos në buxhetin atyre që janë krye familjar. Pa i tash më varet kush i ka kushtet, ai dikush i ka kushtet që shaj nuk ja lën. Mirë po dikush që i ka kushtet që na shtoj blin fëmijëve fletore. E të çaj që i ka ato kushtet që është i vetmi mbajtësi i familjes, të ai ndikon shumë. Në qoftë se kërkesa e punëtorëve që të mos u prekën shtesat për shujta ushqimore nuk merret parasysh nga menaxhmenti, ata paralajmërojnë greva e protesta.